Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Erta dhe po e filloj këtë rrëfim me një të vërtetë që më ka dhëmbur për vite të tëra. Në sytë e shumë njerëzve, unë jam ajo vajza që ka kaluar shumë duar. Dhe në një vend si Shqipëria, kjo mjafton që të mos më shoh më askush si një ri për dashuri, por si një histori që ka mbaruar. Askush nuk e di pse u bëra kjo që jam sot. Askush nuk e di çfarë kërkoja në të gjithë ata njerëz që kaluan jetën time. Kam qenë gjithmonë një vajzë që ka dashuruar me shpirt, që kur isha 17 vjeç e ndjeja që dashuria ishte diçka e madhe, e pastër si në filmat që shihnim ne fshehurazi në shtëpi. Kur u dashurova për herë të parë, isha gati të jepja gjithçka, dhe në fakt e bëra. Ai më premtoi botën, më fliste për martesë, për fëmijë, për jetën së bashku, por një ditë u zhduk, asnjë shpjegim, asnjë fjalë, vetëm heshtje. Ajo plagë më la një boshllëk që mendova se mund ta mbushja me dikë tjetër. Një tjetër person që më tha se ishte ndryshe, një tjetër që më bëri të ndihem e vlefshme, një tjetër që më la sapo mora guximin t'i besoj përsëri. Dhe kështu vit pas viti unë kërkova dashurinë tek njerëz që më donin për pak dhe më haronin shumë shpejt. Në çdo lidhje jepja shumë, ndoshta më shumë se ç'duhej. Dhe në çdo fund ndihesha pak më bosh, pak më e lodhur, por gjithmonë me shpresën që herën tjetër do të jetë ndryshe. Në moshën 25 vjeçare isha ende ajo vajza që besonte te dashuria e madhe. Në moshën 28 vjeçare fillova të dyshoja në vetvete. Dhe kur shkova 30, fillova të dëgjoja se çfarë thoshin të tjerët. Erta, ajo ka pasur shumë lidhje. Jo, nuk është vajzë për martesë ajo. Është e mirë për të kaluar kohën, por jo për të ndërtuar jetë. Në fillim i injoroja, por kur dëgjonte të njëjtat fjalë për vite me radhë, fillon t'i besosh edhe vetë. Nuk ishte më thjesht gjykim, ishte një dënim shoqëror. Në çdo njohje të re, burrat më pyesnin me kujdes: "Po ti ke qenë ndonjëherë e lidhur më parë?" Nëse thoya të vërtetën, ndihesha e ekspozuar. Nëse gënjeja, ndihesha e pabesë ndaj vetes. Në të dyja rastet humbisja. Një herë u takova me një djalë shumë të mirë, i kulturuar, me punë të qëndrueshme, familje të mirë. Mendova, ndoshta ky është njeriu që do më pranojë siç jam. Por sapo kuptoi që unë nuk isha vajza e paprekur nga jeta, filloi të tërhiqej. U ftohu, u distancua dhe një ditë më tha: "Je shumë e bukur, shumë inteligjente, por nuk mund të pranoj familja ime." Nuk qava atë natë, nuk më mbetën me lot. Thjesht kuptova që në këtë vend një grua që ka jetuar, që ka dashuruar, që ka bërë zgjedhje, trajtohet si gabim dhe jo si njeri. Tashmë jam 33 vjeç, kam një punë të mirë, një apartament të vogël që paguaj që ram vetë dhe një zemër që ende rre për dashuri, por që askush nuk ka guximin ta prek. Jo sepse nuk jam e denjë, por sepse njerëzit kanë frikë nga gratë që kanë përjetuar shumë. Shoqëria do vajza naive, jo ato që dinë çfarë duan. I do të paditura, i do të pajetuara. Kur dal në mbrëmje me shoqet e mia të martuara, ato më shikojnë me mëshirë. Më thonë: "Ti ke pasur gjitha mundësitë, pse nuk ngule njërë vend?" Dua t'u përgjigjem duke i thënë: "Sepse dashuria nuk është vendim, është ndjenjë." Por nuk e them, thjesht buzëqesh dhe ndryshoj temën. Ndonjëherë kur jam vetëm në shtëpi, ndaloj përpara pasqyrës dhe flas me veten. Dhe i them vetes: "Erta, ti nuk je e prishur. Ti ke dashuruar shumë sepse ke ditur të ndjesh dhe ky nuk është turp." Por pastaj kujtoj sytë e ftohtë të burrave që më kanë gjykuar dhe ndjej se ende nuk jam e lirë. Mbase një ditë dikush do të më dojë për historinë time, pavarësisht asaj do të më pranoj. Deri atëherë, unë do vazhdoj të jetoj me gjithë gabimet, dashuritë dhe plagët që më kanë bërë njeriu që jam sot. Nuk kam turp nga e kaluara ime, kam turp vetëm nga mënyra si më gjykon bota për të.